Një skenari plot betejë urbane me sniper, armë të rënda dhe ekipe speciale është duke u zhvilluar nga ushtria gjermane në zemër të Berlinit. Operacioni i koduar Bollwerk Berlin ka për qëllim testimin e reagimit ndaj një sulmi të mundshëm, si edhe vlerësimin e qëndrueshmërisë së infrastrukturës kritike të kryeqytetit. Në fokus janë rrjeti i metros, një qendër e operacioneve policore dhe objektet e një industrie të vjetër kimike, të cilat konsiderohen pika të ndjeshme në rast konflikti. Stërvitja zhvillohet gjatë natës ora 1 deri 4 për të mos penguar jetën e përditshme të qytetarëve. Stacioni i metros Jungfernheide u mbyll përkohësisht, ndërsa ushtria dhe autoritetet e mbrojtjes civile kanë marrë të gjitha masat e sigurisë. 10 gazetarë janë të pranishëm në terren duke ndjekur operacionin, të cilin mediat gjermane e kanë cilësuar si një stërvitje lufte civile. Në skenar marrin pjesë njësi ushtarake që angazhohen në trajnime të ndryshme, simulim sabotimi, shkëmbim me zjarrin, hapësirat ngushta me dukshmëri të kufizuar, evakuime, transportim të plagosurve dhe mbrojtje të objekteve qeveritare. Nën koloneli Mike Teichgraber deklaroi se qëllimi është mbrojtja e bërthamës së fortë të kryeqytetit në një periudhë kërcënimesh në rritje. Ministria e Mbrojtjes thekson se stërvitje të tilla, si ajo e zhvilluar pak muaj më parë në Hamburg, janë tashmë të domosdoshme për të provuar në praktikë gatishmërinë e Bundeswehrit. Mediat gjermane raportojnë se ushtria e lidh këtë aktivitet me situatën e tensionuar të sigurisë në Europë pas luftës në Ukrainë. Askush nuk mund të injorojë atë që po ndodh vetëm 900 kilometra larg Berlinit, deklaroi nën koloneli, duke shtuar se synimi është të dërgohet aleatëve dhe kundërshtarëve një mesazh i qartë: Gjermania është e aftë dhe e gatshme të mbrohet.